أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Gjalla Xhalalu. Selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit Xhalla Uala shpjegimin nga veprat e zemrës, e që neve jemi në dersin e 61 me radhë, që 3 derset e kaluara kemi folur rreth taubes apo pendimit, e që si çdo vepër e zemrës që i ka frytet e saj, edhe pendimi apo taubeja i ka frytet e saj në këtë botë dhe në botën tjetër. Neve me lejen e Zotit do i shikojmë frytet e pendimit, se si besimtari ka dobi nga taubeja, nga pendimi i tij, në kthimin e tij në rrugën e Zotit, ka benefite të mëdha, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Dashur vëllezër, ulemat islamet i kanë cekur një mori të gjërave të cilat janë përfitime nga pendimi i robit nga gjunahet, nga rruga e keqe. E para dashur vëllezër është pastrimi i zemrës. Kur njeriu pendohet, zemra e tij pastrohet, sepse zemra e njeriu po zhyt ka, po përlyj ka, sikurse që përlyjet tesha e njeriu. Tesha kur përlyjet, neve e dim që duhet me pastru bile. Ko që do detergjentat shtrajti blena në mënyrë që rroba jonë me qenë sa ma e pastër, dhe mundohemi që edhe makinerinë e lamjes dhe të tharjes me qenë ko gjë në firmat mëdhaja në mënyrë që rrobat tona me dalë sa ma të pastra. Ama shumë pak i kështojmë rëndësi me pastru zemrën tonë. Ka njeri që ndoshta rrobat nuk i ka shumë pastra në aspektin fizik, ka plohnosi, e ka për shkak të punës, për shkak të veprimeve, ama zemrën e tij e ka të pastër. Ky vlen tek Allah Xhallahu Ala më shumë se sa njeri i cili i kushton rëndësi shumë, edhe pse është e udhës me i kushtu rëndësi, dukjes së jashtme dhe pastrimit të jashtëm, mirë po nuk i kushton rëndësi hiç pastrimit të zemrës, me istikfar dhe me pendim. Dhe prej benefite, prej dobive të para që njeriu masi pendohet është e pastron zemrën e tij. E pastron. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, thot innal mu'mina idha adhnaba kanat nuktatun sawda fi qalbi. Sa herë që robi bën gjuna, i vendoset një pikë zezë në zemrën e tij. I vendoset një pikë zezë, pra zhytet zemra, një pikë zezë në zemrën e tij. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. Në qoftë se do të pendohet, kërkon falje tek Zoti, suqila qalbuhu, i pastrohet zemra, i largohet ajo petkë zezë, ajo pikë zezë që e ka në zemër, i kthehet prapë në gjendjen e tij normale, i bëhet e bardhë zemra. فإن زادت. Në qoftë se nuk pendohet, po fillon hala më shumë me gjunohe, fillojnë më u nxi zemra, pika i nxihet zemra e tij. فذلك الرأن الذي ذكر الله في كتابه. Kjo është mbulimi i zemrës, ashtu siç e përmend Allahu Xhallahu Ala në librin e tij Fisnik, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allahu Xhallahu Ala surën Al-Mutaffifin thot për besimtarët, nuk është ashtu siç mendojnë ata, por ajo është mbulimi i zemrës së tyre nga gjunat e shumta, ma kanu yaksibun, për shkak të asaj që kanë punuar nga veprat e liga, për shkak të asaj që kanë punuar nga veprat e liga. Pra, kur njeriu pendohet, i pastrohet zemra e tij, i bëhet e bardhë. Kur nuk pendohet, po vazhdon me gjunohe, zemra e tij mbetet e zezë, zemra e tij bëhet e zezë dhe forcohet dhe bëhet sikurse guri, dhe më e fortë se sa guri, pastaj nuk i bën dobi fjala e mirë, nuk i bën dobi Kur'ani, nuk i bën dobi Sunneti, sepse zemra e tij është e mbyllur, ju ka mbyll nga gjunohet. Por kjo është dobia e parë, nga pendimi. E pastron zemrën e robit dhe e bën që të jetë e pastër sa herë që pendohet nga rruga e tij e ligë dhe nga gjunohet. E dyta dashur vëllezër, prej benefiteve apo fryteve të pendimit, të rënjes pishmën të veprave të liga është që
ky njeri ka mundësi pastaj Allah ja shton el-ilm, dijen edhe fehmin edhe kuptimin. Allahu ja shton dijen edhe kuptimin. Sepse dija, feja Zotit është numër, është dritë. Është dritë, feja Zotit. Kurani, fjalët e Resulullahut janë dritë. E drita nuk shkon te një zemër që është e terrume, nuk shkon. Nuk hyn me një zemër e cila është e mbuluar me gjuna, është e mbuluar me zez. Nuk të përton aty. E ai që pendohet e kthen zemrën e tij në gjendje normale, e Allah Azza wa Jalla mundson dijen edhe fehmin edhe kuptimin. Për këtë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah thot një fjalë të madhe dashur vëllezër. Sheikhul Islam Ibn Taymija ka qenë akademik i kohës që librat e tij vështirë është mi marrë vesh çdo kush. As niveli i lartë i dijes ka qenë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Thot në qoftë se mushafin, Kur'anin nuk e prek vetëm sa ai që është i pastër. Mushafin, Kur'anin famlart nuk e prek vetëm sa ai që është i pastër, po ka abdes, besimtari muslimani. Për këtë thot, domethënjet e Kur'anit nuk i bojnë dobi vetëm atij që e ka zemrën e pastër. Domethënjet e Kur'anit nuk futen dhe nuk e ja tregojnë rrugën vetëm atij që e ka zemrën e pastër. Thot, me lajket nuk hynë me një shtëpi që ka qenë. Me lajket nuk hynë me një shtëpi që ka qenë. Thot, domethënjet që i dojnë me lajket, kuptimin e fesë që i dojnë me lajket, nuk hynë me një zemër që ka akhlak të qenit. Sheikhul Islam Taymija vëllezër jon. Pra, me lajket nuk hynë me një shtëpi që ka qenë. Kush ka qenë që e manë për prik qefit. Pa kun një farë dobije, pa kun një farë llogarie syn me lajket në atë shtëpi. Nuk hynë. Sepse qeni është për tjetër sen, me i rujt kafsht edhe me nejt largë. është i papastër, është i papastër. Nuk hynë me lajket me një vend ku ka qenë. Domethënjet, kuptimet e fesë që i dojnë me lajket nuk hynë thot me një zemër që i ngjason sjelljeve të qenit. A ke po njeri a ka sjellje të qenit? Ka Allah. A e po të më herët një lajmë që qarkullojke, multimilioner, i ka dhënë 7 milioner, mu bo si qenë. A s'ka pos nevoj se zemrën e ka pos tilë. Sjellja e zemrës së tij u kanë ti s'ka ka pos nevoj ai mu kthy edhe fizikisht. Për këtë, dija nuk futet me një zemër e cila ka sjellje të liga, ka sjellje të këqija, ka mos pendim, ka vrapim pas gjunaheve. E pendimi e bën që njeriu besimtarit merr dijet, merr ilm, kupton nga feja e Zotit, këtë larg pa mësi, këtë kuptimit thella të dinit të Zotit Jalla Jalaluhu wa taqaddasat isma. Dashur vëllezër, për dobive që robi i merr pasi të pendohet në këtë dynjë është që e largon brengën edhe mërzinë. E largon brengën edhe mërzinë. Njeriu i cili nuk pendohet, vazhdon me mëkate, vazhdon me gjunahe, ai jeton me një jetë me plot brenga, me plot probleme, me plot halle, me plot derte, sepse nuk e dim se o të jetu. Robi kur pendohet nga rruga e keqe, kthehet në rrugën e Zotit, ai automatikisht ja ka largu vetes së tij mërzijat, brengat, hallet, e ka qel zemrën e tij drejt rrugës së Zotit, është i kënaqur. Ka kënaqësi në zemrën e tij që nuk përshkruhet me fjalë, vetëm përjetohet. Dhe neve jem dëshmitar të dashur vëllezër, jem dëshmitar që bota perëndimore ka shumë mjete materiale të dukshme, ama jetojnë në brenga, në mërzi, në hallën e derte. Kun dy bashkë së një gjanë. Dy bashkë së një gjanë. Jetojnë me brenga, me hallën, me derte. Bile, vëdhrasjet, ato janë në nivele shumë të larta, droga, mendojnë që me droga e kalon mërzin, me alkohol e kalon mërzin, mendojnë që me vetvrasje e kalon brengën hallë. Jo, kështë është. Pse? Ke di pse është të jetuaj. I ka të gjitha, po se ka ato që është zemër. Nuk e ka ato që është zemër. Si mos ta kesh imanin, besimin në zemër, nuk të vyn malli e vladi pasë, zvyn. Sepse ajo mund me qenë pasaj vetëm ngarkesë për ty. Për këtë, kur robi pendohet për rrugës së keqe, kthehet në rrugën e drejtë, e largon mërzin, e largon bregën, e largon hallet, dertet. Je po njerëzit që janë njerëz të xhamisë, janë njerëz besimtar hakikat, gjithmonë i shet të lumtur.
Lumturia shfaqet në fytyrën e tyre, shfaqet në pasurinë e tyre, shfaqet në familjet e tyre. Është njeri i lumtur. Për këtë ulema e Islamit çka thonë, me e ditë mbretërit çfarë kënaqësie kem ne në zemrat tona, kishin me na luftu me shpatë, kishin me na luftu me shpatë, me na i marr këtë lumturi për smuj. Pse? Lidhja me Zotin xhallahu ala e bën që njeriu të jetë i lumtur dhe të ketë domethënë rahati, të ketë rahati shpirtërore, të largoj domethënë brengat nga zemra e tij. Për këtë Allah azza wa jalla thotë walladhina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Ata që bëjnë përpjekje në rrugën tonë, kena me javë qelë rrugët e hajrit, kena me javë qelë rrugët e hajrit dhe s'ka për ta brenga mërzinë në këtë botë. As në botën tjetër me lejen e Zotit xhalla xhelaluhu. Kur thëm s'ka brenga dhe mërzinë, do thotë kjo që tash s'kena me pas kur mërzia, që dikush më mendon ndaj vdekja, ndaj fatkeqësi. Mirë po, mërzia më e madhe nuk është mërzi fizike, është mërzi e zemrës, mbrana në zemër. Dobia e katërt dashur vëllezër me radhë që e ka robi si benefit kur pendohet prej rrugës së ligë dhe vjen në rrugën e drejtë, është që i stopon të këqijat që munden me godit. I stopon të këqijat. I stopon hasedin, zilin, smirën, seherin, magjin, të këqijat të cilat munden me godit robin, kur robi pendohet, kthehet në rrugën e Zotit, Allahu xhallahu ala e mbron nga këto gjëra. Allahu subhanahu wa taala e mbron robin e tij, Për këtë Allahu xhallahu ala thot wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nuk ka musibet, fatkeqësi që ju godet, vetë se është për shkak të punëve të juaja, për shkak të punëve të durve të juaja. E kur robi pendohet në rrugën e Zotit, kthehet në rrugën e Allahut xhallahu ala, Allahu subhanahu wa taala e mbron nga këto fatkeqësi, ja largon brengat, ja largon fatkeqësitë, magjin, seherin, hasedin, zilin, që ka pas me godin nga sytë të këqive, ose edhe të këqia tjera, materiale dhe fizike, për shkak se është kthyer në rrugën e Zotit xhallahu ala dhe Allahu azza wa jalla i mbron robërit e tij, e ditum ne apo nuk e ditë. E ditum ne apo nuk e ditum ne, Allahu xhallahu ala e mbron robën e tij. Dobia e pesë me radhë të dashur vëllezër, Allahu azza wa jalla ja kthen sevapet që i ka bë para pendimit dhe ja shkruan në llogari. Ja shkruan në llogari. Kur robi ka qenë jashtë rrugës së Zotit, ka bë vepra të mira, ato në realitet nuk i shkruan pa u kthyer në rrugën e Zotit që është. Kur kthehet në rrugën e Zotit, Allahu xhallahu ala ja shkruan edhe ato që i ka pas bë më herët. O ardhi prej sahabeve një Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Hakim ibn Hizam ka qenë i mençur shumë. O ardhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë oj dërgoi Allah. Ka thonë, unë po do mu bë musliman, po ka thonë, sa kanë qenë në xahilet një ignorancë, unë kum bë vepra të mira. Kum dhon sadaka, ju kum ndihmu të tjerëve. Çato ka thonë, am shkruan mu sevap pas hyjë në Islam. Ka thonë, aslamta ala ma aslamta min khairin. Ka thonë, e ke pranuar Islamin me gjitha të xhair që e ke pas. Allahu xhallahu ala ta shkruan edhe ato që ke qenë në ignorancë, në xahilet, edhe mësë pasën fare ishë musliman, ke bo veprat mira, ti kthen Allah azza wa jall në konto prap. Ti kthen sevapet në konto, prap ti kthen ato që i ke bo dhe në kone e ignorancës e xahilietit që i ke bo ndonjë vepër të mirë. Dhe e gjashta me radhë është që i fshin gjunat Allah azza wa jall krejt. I fshin gjunat, kër robi pendohet, Allah subhanahu wa ta'ala, i fshin të gjitha gjunat që i ka bo dhe e nis jetën e tij nga e para, e nis me fletë të bardhë, me ato sevapet që i ka bërë që cilat i ka në konto. E nis me njëherë një jetë e cila është me sevapet me lejen e Zotit xhallahu ala. E shtata me radhë, që është shumë e rëndësishme. Gjunahet që i ka bërë më herët, Allah azza wa jalla ja shndron në sevap. Wallahi, çaq është ky din i pastër dhe çaq dëshiron Allah me shti njeriu në xhenet. Shtirë me ahuq. Wallahi me ahuq xhenetit na është marrë. Është marrë pe Allah me ahuq na mos me xhenet. Një derë xhenetit është me mira kilometra e gjatë. Edhe mos me pas zëm për neve, është mos vetë. Allahu azza wa jall lëret që ti shkruan sevapet kohës së ignorancës. Po edhe gjunahet që i ka bërë robi kur pendohet, Allahu ja shndron në sevapet. Çysh ashtu?
Ulema Islami thonë, jo, s'ka mundësi gjunaj si gjëna më shëndrujnë se va. Për çka? Allah ta mundson me u pendu për çdo mëkat që ke bë. Vetë pendimi është sevap. Pendimi taubeja që ne pendohemi për mëkatet që i kemi bë dhe i kujtojmë për çdo mëkat që kemi bë, pendohemi për to, që to janë sevape. Ato t'i fshin, që to që je pendu t'i shkruajnë sevap. Kjo është dini jonë, kjo është Islami që dëshiron njeriu me fut në xhenet. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: krejt ymeti im ka me qenë në xhenet. Krejt ymeti im dhe këtë musliman kanë me hinë në xhenet. Ka thonë veç ai që s'don. Veç ai që nuk don me hinë në xhenet. Ka thonë ja Rasulullah. Çish be ka thonë, ka në njëri që s'don me hinë në xhenet? Ka në njëri që nuk don me hinë në xhenet? Men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai që më bindet mua ka me hyrë në xhenet. Ai që më kundërshton mua ka me hyrë në xhenet. Shkurt, shumë shkurt. Apo don me hyrë në xhenet bind jo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk i bindet urdhrave të Allahut dhe të dërguarit të tij, ai domethënë nuk ka dash me hyrë në xhenet, ka refuzuar me hyrë në xhenet. Allahu na ruaj nga kjo gjendje vështirë. Pastaj të dashur vëllezër, e teta me radhë prej fryteve të pendimit është që ta njerëz janë të shpëtuar. Allah xhalla wa ala thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun." Pendoni që të gjithë o ju besimtarë tek Allahu xhalla wa ala la'allakum tuflihun në mënyrë që të shpëtoni. E teta me radhë, e nënta me radhë është që Allah azza wa jalla ja rregullon jetën siç e thamë në fillim. Jeta e tyre është e lumtur në këtë dunjë. Jeta e atij që pendohet është e lumtur në këtë botë. Thot Allahu: "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana." Nëse ju pendoheni dhe kërkoni falje, ja u bën një jetë të lumtur, mata'an hasana, ila ajalin musamma, deri në një kohë të saktuar, wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlah, dhe pastaj ja jep shpërblimin atij ashtu siç e ka merituar domethënë në këtë dunjë. Pra, apo do një jetë të lumtur, mos e lëp dikun jetën e lumtur. Nuk mundesh me gjetë jetën e lumtur vetëm në Islam. S'mundesh me gjetë. Ku dush shko, nuk mundesh me gjetë jetë lumtur vetëm në Kur'an dhe në Sunet, vetëm në Islam, vetëm në dinën e Zotit. Sepse rahatia është rahatia e zemrës dhe jo rahati trupore. A ke po ku dush dikon çohe, në për miliona vende hec, në për miliona shëtitje bën, në për miliona domethënë ahengje shkon, pra poshtë i zymt. Kur gjë se knaq, zemra o bosh, zemra e tij është bosh, nuk është mbush me iman, me dinin e Zotit, me Kur'anin dhe me Sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ku nuk mbushet, nuk ka kënaqësi, s'ka lumturi. Sa do që mundohen me shfaq lumturinë nëpërmjet haramave të ndryshëm, prap brenga mërzia i ndjek për shkak se nuk janë në rrugën e Zotit Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Dashur vëllezër, istighfari, pendimi e dhjeta me radhë është që e lëshon shiun. Allah azza wa jall për shkak të pendimit të njerëzve bën që të lëshon shi nga qielli. Allahu Jalla wa ala thot në Kur'anin Fesnik: "Wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi." Nuhu alayhis salam ju ka thënë popullit vet: "O popullim, pendoni tek Allahu Jalla wa ala dhe kërkoni falje atij. Yursil as-samaa alaykum midrara." Pastaj ai me pendimin e juaj, për shkak të pendimit tuaj, lëshon shi nga qielli. Wa yazid quwwatan ila quwwatikum. Edhe ja ushton fuqinë juve, ja ushton fuqinë, elanin për punë. Në qoftë se dëshirojmë që Allahu Jalla wa ala me na shtu bereqetin në jetë, me na shtu bereqetin në arat tona, në shtëpia tona, me lëshu shiun nga qielli, do të më u pendu, me kërku istighfar, me kërku falje prej Zotit. Sepse kur kërkojmë falje, Allahu Jalla wa ala yursil as-samaa alaykum midrar. Elshon nga qielli shiun. Kështu janë të lidhura gjanat tek Zoti Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Nëse dëshirojmë me qenë për atyre që pendohen. Tjetra me radhë të dashur vëllezër, e sjell dashurinë e Zotit. Kur njeriu pendohet, Allahu e don atë njerëz. Sepse Allah azza wa jalla thot: "Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allah thot i don ata që pendohen dhe i don ata që pastrohen.
Ai don ata që pastrohen nga gjërat e liga, nga gjërat e dyta dhe kthehen në rrugën e Zotit xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'u, e fitojnë dashurinë e Zotit, e fitojnë dashurinë e Zotit. E 12-ta, Allahu gëzohet me pendimin e robit. Allahu yafrah prej cilësive të tij, është që gëzohet Zoti kur robi pendohet për arsye se e din që rruga e tij pastaj do të jetë në xhenet me lejen e Zotit xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'u. Dashur vëllezër, dhe e fundit për shkak se koha s'na premton, përmes tëubes robi arrin gradë të lartë që nuk ka mujt me arrit nëpërmjet sevapeve. Çdo me kuptuar shumë e rëndësi. Përmes pendimit robi mund me arrit gradën e tij tek Allahu që s'ka mujt me arrit nëpërmjet sevapeve. Sepse thot Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ka mundësi që robi e bën një gjunahu shkak që hyn xhenet. Gjunahu shkak që hyn në xhenet, jo në xhenem. E ka dikush mundësi e bën një sevapi i tij e çon xhenem. Qysh këtë? Qysh ka mundësi me ndodhë kjo? Ka mundësi. Pse? Sepse ka mundësi thot që dikush e ka bën një mëkat, e ka bën një të ligë, edhe aq fort pendohet prej tij. Aq fort pendohet prej tij, i bjen pishman, sa që pendimi i tij është shkak që ky më u fut në xhenet. Sa herë që kujton atë gjuna, kërkon falje Zotit, jep sadaka, bën vepra të mira, ja shton elanin për punë të mira, ai gjuna bëhet shkak që ky më kthy në rrugën e drejtë dhe shkon në xhenet. E dikush e bën një sevap, edhe në vend që sevapin me qit mas shpine, i rrin përpara hunës, thot Ibn al-Qayyim, edhe ky pastaj i hyn vetja në qef. Kur i hyn vetja në qef, bëhet mendje madh. Kur bëhet mendje madh? Mendje madhsinë se duron Zoti, hyn në xhenem. Për shkak se thotë kum bë filan sevapin, a di bëunë çka kum bë, dinë çka kum bë, dinë çka kum bë, edhe non stop i përmend sevapet dhe i rrin para syve, dhe pastaj bëhen shkak sevapet e tij me hyrje në xhenem, Allah na ruaj. Prandaj robi është mirë që sa herë që bën vepra të mira, sa më herët mi shtyp ato dhe mi udh mas shpine dhe mi kujtu ato të këqija që i kem bërë në mënyrë që me vazhdu pendimin, me vazhdu rrugën e drejtë, sepse taubaja është ajo që e ngrit robin lart tek Allah subhanahu wa taala në shkallë, pse ky pastaj është dallimi mes neve dhe robërve të tjerë. Ky është dallimi mes muslimanit dhe njerëzve të tjerë. Mes besimtarit të vërtet dhe njerëzve të tjerë. Besimtari kur bën vepra bëhet modest, sepse e din që një shkëputje vetëm nga Zoti xhallahu ala, një shkëputje nga rruga e tij, e merr lumi. Një dele që shkëputet nga kopeja, e han ujku. Për këtë, ulema islami thonë, nuk ka dhimbje më të madhe për robin se sa ai i cili ka qenë i lidhur me Allahun dhe është shkëput. Kur gjë thot s'mundet mi bë dobi në dunjë. Kur gjë hiç, pa u kthy prapë në rrugën e tij. Ka dhimbje të thellë në zemër, sepse kur shkosh te Zoti xhallahu ala në rrugën e tij dhe e din çka është ajo rrugë dhe ti e lën onash, sado që pastaj mundohesh me ulëmturu s'ka mundsi. Pa u kthy prapë në rrugën e Zotit xhallahu ala. E muslimani i cili bën vepra të mira, e din që me u maxheps mas veprave, e kalon në huj, pastaj i hyn vetja në huj, vet kënaqet robi, kur vet kënaqet i hyn mendje madhësia, kur i hyn mendje madhësia në zemër devion nga rruga e Zotit xhallahu ala. Devion nga rruga e Zotit xhallahu ala pastaj. Sepse njeriu nuk e duron Zotin mendje madhe dhe mendje madhe nuk hyn në xhenet, edhe pse era e xhenetit i nihet era 40 vite larg, ai që ka mendje madhësi nuk futet në xhenetin e Zotit, sepse Allah xhallahu ala thot ti o njeri nuk mundesh me arrit lartësinë e maleve, as nuk mundesh me ça tokën, la tamshi fil ardi maraha. Mos ec në tokë me mendje madhësi, po ec me prullësi, i penduar nga veprat që ne i kemi bërë. Andaj robi kur është i penduar, kur shkon gjithmonë dhe i shikon veprat e veta, nuk ka mundësi pastaj që i shikoj veprat e të tjerëve. S'ka mundësi që të mirret me punët e të tjerëve, sepse bolli dalin punët e veta. Bolli dalin punët e veta. Wallahi ne me u marr secili me punët e tona. Kishmi pas punë shumë më mirë. Jo me u marr me punët e filanit dhe alanit, çka bani, ku shkoi, çka marroi, për shkak se ne nuk jemi duke u marr me punët e tona dhe me gjunat tona. Ku ne merremi me gjunat tona, pendohemi, bëhemi modest
dhe ja kem frikën Zotit, pastaj dhe Allahu xhallahu ala na i mëson pendimin e sinqert dhe kthimin në rrugën e tij, duke lutur Allahun xhallahu ala që të na bëjë prej atyre që pendohen, na bëjë prej atyre besimtarëve të cilët pastrohen. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.